nuk keni dorë. Po ne kemi dorë, na qytetari na dënon. Duhet Turqia. Po. Kjo do të bëj do. Kjo është një institucion publik apo? Rezultat dhe dana të ZRS na të dosh me lyp një zotim publik që çmimin e energjisë elektrike nuk shpejtohet. Ju besoj keni po hesapet e juja, ama me dojë 50 polic për 15 sa janë shërptorin kompanisë private këtë fundi e në ardhë për interes qytetarë dhe në dojmë thjesht një zotim me marrë prej kryesuesit bordit Zejnullah. Po më me në liru rrugën. Kur është ndaluar me hyrje në institucione publike ose me kërku diçka nga institucione publike? Diçka në ligj është ndaluar? Prej Ministrisë së Ekonomisë deri te qeveria e Ministria e Brendshme janë mobilizu që përmes ZRS një arrujt fitimin keksit në dëm të interesit qytetarëve. Sot kanë ardhur 30-40 polic, pa kur fakt